Të martën e 29 prillit, aktorja e mirënjohur Anisa Ismaili ka promovuar librin e saj Rrugtime. Më admironi për imagjinatën time, që ajo të bëhet edhe e juaja. U akushtoj fëmijëve të mi, pa ju të dy nuk kisha arritur të jetoj. Dhe babit, ka mallë për ty. Një rrëfim i ndjerë që mbar copëza nga jeta, përjetimet dhe mendimet e saj më personale. Në këtë libër, Anisa ka vendosur shumë nga vetja, duke kthyer atë në një udhtim të sinqert e emocional, përmes fjalës së shkruar. Unë shkruaj pothuajse që 20 vjet, por asnjëherë s'kam marrë guximin që ato me i qit në libër. Derisa në vitin 2014 botova librin tim të parë, një libër që gjithçka ka qenë shkruar në unë, dhe njerëzit mendonin që është ditari jam. Masi që u botu libri jam i parë, unë vazhdova prapë me shkruajt, edhe mandej doni djali Abdullaut ka qenë me një festival dhe po tregon qysh i përkrahin artistat e ri sepse si shtëpi Buzuku e kanë për mision me ju ndihmu artistat, por duhet me prit disa vjet në radhë. Edhe unë kom ngrit dorën, e thash unë jam ajo. Mandej kom prit që ky libër me dal, edhe për mua është një për gjërave më perfeksioniste që unë kam has, përveç fëmijëve të mi mandej. Libri është botuar në vitin 2020, ishte koha pandemisë, mandej nuk lejojnë masat, nuk lejojnë shumë njerëz në promovime dhe nuk dashta me promovu. Thjesht, disa t'i vjen momenti me ndodh kjo. Dhe mandej Abdullahu po më shkruan tha, po më duket duhet me bo si vjet. Do të thonë pas 5 viteve të botimit u bë ribotimi i dytë, sepse libri është shit, edhe vendosa me bë në këtë hapësirë që është shumë e vogël, por shumë e këndshme, shumë e omël. Si me bon shpiteme, po më duket ashtu. Një pjesë e madhe janë gjëra që më ka ndodhur mua. Një pjesë tjetër janë imagjinata jeme, sepse në këtë libër ndina shumë, gëzoj me thonë fjalën shkrimtare, dhe pse nuk jam shkrimtare, sepse nuk kam studiu gjuhë dhe letërsi. Një pjesë e madhe tyne edhe janë imagjinat. Do me thonë, thjesht unë ndëgjoj një fjalë, diçka dhe mbas asaj na e krijoj tregimin. Njerëzit mundën me gjetë veten e vet sepse shpeshherë kur po e lexoj njerëzit po më thonë, o zot, apo ma din jetën teme dhe ti ke shkruajt. Po më thon, s'kam lidhje me jetën tonë, por thjesht jam bazuar diçka që mund të më ndodh një gruaje ose një burri, ose një çifti bashkëtorë, ose një partneri, edhe mandej kom arrit me shkruajt. Është një libër që mund të lexosh ndoshta edhe me një frym, por është një libër që mund të lexosh sot një tregim, nesër një prozë sepse nuk janë të lidhura njëra me tjetrën, po më duket që kjo e bën edhe pakës më të veçantë. Abdullahu gjatë botimit e ka ndonë në disa cikle që është shumë e bukur, e ka ndonë në ciklin e dashurisë, pasionit, dhimbjes, sepse këtë kam një tregim që kam shkruar me konkur me zonjën Jahjaga, kemi shkuar vizit tek këto gra që janë të përdhënuara dhe mbijetues të dhunës seksuale gjatë luftës, edhe ka qenë një moment shumë i bukur, ka qenë një moment që kemi kajt krejt na, në një mënyrë ato thonë që sa na vizitoni për na hekni dhimbjen. Këtë e kam shkruajt. Prandaj janë disa rrëfime që janë të vërteta dhe ashtu kemi ndo ciklin të vërteta. Dua të bëj pak reklam, sepse më lejohet. Ju kisha sugjeruar gjithë që të shkoni t'i bleni këto pundore, janë të bukura, janë punuar me shumë dashuri, secili pe e ka një rrëfim në vete. Pjesa më e veçantë e librit Rrugtime është padyshim dedikimi që Anisa Ismaili u ka bërë njerëzve më të rëndësishëm në jetën e saj, fëmijëve dhe familjes. Sigurisht që është tregimi i fundit që unë kam shkruajt, edhe ka titullin Tatuazh. Tatuazh vërtet është titulli më ende, që është Melisa dhe Dalmat, fëmijët e mi, edhe e du që tregim, është shumë i vërtet, është shumë original, edhe kur e kam bërë tatuazhin, plot më kanë thonë, po ki mu pendu. Kam thonë, qysh me mu pendu kur e bëj një tatuazh? Do thonë, këtu e kam në krah. Më edhe dës, s'ka shans mu pendu. Kështu që e kam bazu këta, mandej edhe mrena, gjithsesi kam marrë disa komentet njerëzve, sa të mire pas këtë tatuazhin, ta hongsha tatuazhin, si sene. Po vjen keq po flas kështu, po unë kështu shkruaj. Edhe mandej disa tjerë më ka thonë një shumë e guximshme, disa më ka thonë, unë kam menu që ti je çike urt, pse pe shkruan, pse ke bë tatuazhin. Do të thonë, kjo është ajo. Kush shumë një pak më shumë e din që janë gjitha origjinale, do të thonë, edhe nëse është imagjinat, është origjinale Anisës. Dhe mendoj që kjo edhe bën të veçantë. Fëmijët e mi janë tritur tashmë, Melisa i ka 26 vjet, Dalmati i ka 24 dhe ata jetojnë në Amerikë. Por sigurisht ti kisha pas fëmijë këtu kisha qenë më angazhuar rreth fëmijëve, sepse jam një grup që prap gatuj çdo ditë për veten time. Por që kur don diçka, gjithçysh ja arrin. Unë kam ndodhur kur kam pas fëmijët më të vegjël, kam pas 5 projekte në javë. Po kam nejt çudi 5 mëngjes. Ju
kom përgatit mëngjesin dhe kom dalë, kom shku në punë, kthy prap. Do të thonë kur don, sidomos gruaja që është multitasking, çdo aspekt gjithsesi ja del. Dhe kur kom bërë librin e parë, ka thonë, nana, se kemi di që ti shkruan, sepse kom pa vetëm si do shkrim edhe maja kështu të më sheft që mos më pa dikush. Me librin e parë jam befasu jashtëzakonisht shumë. Mandi kom thonë, nuk jam këtë sene që këtë më ka ndodhur mu, sepse vërtet nuk më ka ndodhur gjitha mu. Por me librin e dytë tash më veç jam shumë krenar, sepse po më thonë ki hyn ato binartë dhe po shkruan. Edhe tash para disa muajve isha në Amerikë në vizitë ta, më thanë, apo shkruan hala. Edhe mandi unë veç fillova me shkruajt, me ju thonë që pas 5 viteve ma në fond kom fillu me shkruajt dhe tash i kom 4 tregime tjera, edhe kur shkruaj ndina shumë mirë, sepse edhe nëse jam me mllëfos në diçka, kur e qes letër e heki, edhe nëse jam diçka shumë e lumtur, kur e qes letër ajo prijet ka me mbet. Shëngyri është motra e vogël, Venera është motra e madhe, unë mendoj që nuk jam këto ku jam pa ndihmën e Venerës, e cila është kritike ndër më të mëdha. Bloni thom, gjëra që si marr me kritik sepse një artin mirë është një gru që lexon shumë. Nuk kisha mujt me qenë prap këtu pa ndihmën e Shëngyirit, e cila gjithmonë është afër. Ai sonte ka me lexu. Do të thonë, dhe para disa dite ke unë jam motra mesme, ishte një dedikim në Facebook, unë jam motra mesme dhe bani çka ta mon. Edhe I thash keni më ardhur sonte këtu. Po bëja e gare, por me të vërtet familja është gjithmonë që ajo që është afër teje, është mbështetëse, sigurisht që mbështetëse të madhe kam edhe mamin. Edhe ajo ka më ardhur sonte këtu, edhe mend se po pres me fillu. Në fund të promovimit, Anisa ndoho edhe disa nga planet e saj për të ardhmen, duke treguar se rrugtimi I saj krijues sapo ka nisur. Kom provu me shkrujt skenar, nuk po disha, se po mendoj unë, du të me pas të kryj me dramaturgjin për me ditë. Mandej, të shkrujt skenarve shkëshko vetë në tëp, po kalen e tregim. Si duket, unë jam, pa thome, mirë në qëto, do të po di me shkrujt në këtë mënyrë. Ndoshta, unë e du edhe me shkrujt ka pak për erotik, është e bukur erotika, nuk jom aq e guximshme sa kisha dasht me qenë, guximshme, po besoj që në të ardhmen kam me shkrujt një tregim diçka pak ma 18+. Edhe pse këtu ka diçka 18+, gjithsesi. Unë mendoj që ka me qenë një mbrëmje dhe kom titullu një gotë me Anisën, ka me qenë një mbrëmje alla Anisa. Kom sjell skenografi të vockla, unë tash jam të punu një goblen, edhe këto janë sene që mu më rrethekojnë edhe në shtëpinë time.